Pra jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit të nderuar të shikuesë. Për pak momente hymë në pjesën më të nxehtë të fushatës për zgjedhjet e 11 majit, nëse mund ta quajmë pjesë nxehtë, se pjesë e ftohtë është, fare e ftohtë deri tani. Kur fillon kjo fushata tonë se di sa kishon 10. Pas nesër. Të njëjtën zyrtarisht. Të njëjtën zyrtarisht. Në 10 programin e. 11. Po se një ditë është heshtje elektorale, pra nuk e Po na 30 ditë. bie se një pjesë kemi, një pjesë është edhe kryetari i KQZ-s, është e ne, funksioneri. Pse e vëllon 12? Jetë aty. Po, pse e nisë 11? Shumë bukur. Atë në datën 10 fillon kjo. Po doja nisë në 11, pse e nisë në 12? Laçivita erdhi. Vjen në 11. Se ti kuptonin gjë më shumë ande. Ai ikra. 10 e ka datën. Kur? 11 vjen. Po pse vjen një ditë më vonë Laçivita? Ditën pra që nisin, që hapin fushatën elektorale PD-ja. Apo doja dhe zbret Laçivita. Pse e bën të nesër në 12? Pse e kanë 12? Ditë shtune. Tani, sot me mua është në studio Elena Kocaqi. Faleminderit shumë. Dhe unë falenderoj. Pse do thoni ju e kam thirrur në Elena, se unë kam një, nuk është se kam një renditje kështu shumë të rregullt, që thërres sipas një rregulli që e caktojnë, të gjithë e caktojnë vetë, të gjithë janë të parë këtu tani, pa u bërë zgjedhjet, të gjithë të parë janë, po unë kam thirrur Elenën për arsye se kjo, siç e thash, është thellësisht patriotike si njeri, dhe ishtë shtuar skenës politike shqiptare, do me thënë dhe po kandidon. Tani kërkon të bëhet deputete, dhe ndoshta nesër pas nesër më shumë, se kjo kanë kandiduar edhe për presidente. E kam patur në studio, e mundi Bajrami këta, të tani të mundin këta. Ti mund të ndoshta mund të ishte më mirë se Bajrami. Ne nuk ishim nga populli, ai ishte vetëm thjesht. Bajramin e zgjodhi Rama. Çfarë mund të bëjë, por tani ne do të shikojmë dhe do përpiqemi të kuptojmë sot se çfarë mund të bëjë Elena më shumë në këtë vend. Ç'ish bërë këtij vendi? Dhe ç'ish punuar këtij vendi në këto 35 vite? Ç'mund të bëjë më shumë dhe Elena tani? Vjen kjo dhe çfarë mund të bëjë? Do ta shohim në këtë plan. Po. Pra Elena Kocaqi thash, pastaj kemi ftuar një njeriu e saj të rëndësishëm që është i treti në listën e mbyllur, Zoti Artan Përmeti, kandidati. Përshëndetje, faleminderit. Që të bie dhe aksh kjo. Kjo është, si quhet, Aleanca Kombëtare Shqiptare, po të bie dhe si akshi, si këta që japin tendera. Jo, Japin tendera për me komisë, se kupton? Akshi, ne jemi akshi. Po ju jeni aksh tjetër, që nuk ka lidhje të ndërrojë të shikues me këtë që ndan Ne jemi numër 7 flet në votimit dhe nuk kemi numër 7 e tjera. Dhe vazhdon Andi Tela dhe Zoti Abilekaj. Faleminderit shumë që do të ndihmoni. Është deri ynë. Tani zonja Kocaqi, ti je njëri që flet thjesht për popullatën, si do të dëgjoj tani ty. Çfarë është kjo parti që keni themeluar? Ç'ka në thelb tani kjo parti? Nga emri, por dhe nga shfaqjet tuaja në televizion duket sikur keni themeluar parti patriotike. Çfarë është kjo? Atëherë, 35 vjet, dy partitë e mëdha kanë mbajtur pushtetin me të gjitha format dhe të gjitha mënyrat. E mirë që e kanë mbajtur, por që të dy partitë e mëdha nuk kanë menduar për të bërë reforma afatgjatë për të mirën e Shqipërisë. Të njëjtin problem kanë bërë me pronat. Të njëjtin problematik kanë bërë me pronën publike. Pronën private nuk e kthyen, por përkundrazi bën gjithë këtë rrëmuj me pronën që e kanë bërë që në vitin që me ligjet që bën njëra pas tjetrës. Pra, me pronën e njëjta gjë, me pronën publike po e njëjta gjë. U shkatrua ekonomia, u shkatrua bujqësia, u shkatrua ushtria. Pra, 35 vjet, këto parti kanë bërë vetëm e kanë parë pushtetin si pronë personale dhe shteti si pronë personale. Dhe sa vjen më keq bëhet. Pra, ne nuk kemi një reflektim. Edhe doktori, edhe e drama. Për mua të dyja, sepse, dëgjo, për aq kosa ndryshimet kushtetuese në 2008 i bën të dy këta, që e privatizon pushtetin, në duart e dy partive. Ky për mua këtu problemi i totalitarizmit politik në Shqipëri, në duart e dy partive të mëdha, është bërë që me ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Dhe deri tani nëse ti si i ri do të angazhohesh në politik, ti nuk ke rrugë zgjedhje tjetër, dhe do të jesh i pavarur, dhe do të japsh një kontribut, dhe do të kontribosh për Shqipërinë, dhe do të jesh domethënë një njeri që të marrësh vendime të forta për vendin tënd, ti nuk i bën dot duke hyrë as tek partia e personale e Zotit Rama, as tek partia personale e Zotit Berisha. Ty të kanë thirrur ndonjëherë këta? Mua nuk më ka thirrur ndonjëherë më përpara, asnjëri as tjetri.
por duke qenë profesore qeverisjes dhe profesore drejtësie pakën prej 18 vjetësh, kam një ekspertizë të cilë mund të avon funksion të Shqipërisë. Paralel me ato që njoh mirë shtetin, historinë, shkurën e shqiptarëve, dhe nuk është çështja se e tha dhe fillim patriotike në kuptimin, është detyrimi një politikani të dojë vendin dhe popullin e tij. Nuk duhet votuar asnjë politikan që nuk don vendin dhe popullin e tij. Një shish ky. Pastaj vazhdojnë vinë gjërat e tjera tek politikani. Sepse ai që se do popullin dhe vendin e tij nuk është fare për çenë. Tani jo, kemi një problem. Po. Unë të kuptoj, të kam thirrur tjetër në studio. Po. Kuptoj logjikën tuaj e gjitha, por tani është një pozicion tjetër. Domethënë pozicioni një politikane dhe a do ta ndryshoni ju retorikën Politike? Politike. Ja për shembull. Po. Se politika ndonjëherë duket edhe sikur i rrumbullakosin gjërat. Po. Shumë doktori në vitet e para, përmendet ti dhe Rama, por Rama është gjithmonë në palën greke që mi kujdesshëm me të gjitha, ndonjëherë carohet, po doktori për shembull ishte luftëtar shumë i madh. Po, do ndryshoj komplet. Të zhdukej Greqia, domethënë edhe me Belerin që kena vrau ata ushtarët atje të gjitha. Dhe tani është bërë shoku më i ngushtë. Tani është bërë i afërt, po i rrumbullokosin politikanët. Dhe Drama këtë gjë bën. Një minut. Ti tani nuk mund thuash ti për shembull që grekët nuk ekzistojnë fare. Dhe janë të gjithë shqiptarë, se ke thënë që grekët janë të gjithë shqiptarë. Jemi duke folur për historinë dhe jemi duke folur për shtetin. Ka një ndryshim shumë të madh. Tani si politikanë zonjë do t'i ndryshosh si politikan, edhe si individ, ti e detyruash kesh marrëdhënie të mira me shtetin. Me shtetin grek, po. Absolutisht, se ke qinj, ke komshi, ke shqiptarët aty e tjerë. Kjo është tjetër gjë. Është qasje institucionale dhe qasje shtetërore. Është tjetër gjë. Unë kam kaq shkollë sa të kuptoj dhe të dalloj këto gjëra. Ndërsa nga pikpamja e krijimit retorika e një politikani dhe një gjë tjetër. Është një gjë tjetër në raport me Elena Kocaqin si historiane, si historiane. Në politikë të jashtme. Njeri i mendimit të qartë, si patriote si tjeta, është një gjë krejt tjetër nga të qenit politikane. Ju kuptoj. Dhe doja të dilja aty ku thatë juve. Asnjë mënyrë nuk do të marrim retorikën politike të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Janë modeli më i shëmtuar që është ngritur në 120 vjet shtet shqiptar. Sepse politika shqiptare ka pasur një retorik e para një konfliktit personal. E dyta, një sekond, edhe me që grekët janë shqiptarë të gjithë. Ideja që grekët janë shqiptar arvanit nuk e lëviz jo unë, por nuk e lëviz historia dhe faktet. Kjo është tjetër gjë. Dhe nëse flasim për iden e krijimit të kombit grek, duhet kemi parasysh që te kombi grek, shumica e popullit është arvanit, e kam thënë dhe herë tjetër dhe i qëndroi derisa unë të mbyll syt dhe tiki nga kot, patjetër, dhe në 1923 ato prum popullsi ortodokse nga Azia, që janë turk, armen dhe pont. Dhe kjo është historike, është e vërtetuar para gjithë historisë botërore. Dhe nuk kemi duke shpikur ndonjë gjë. E vërteta që atje ka arvanit vendasit dhe të ardhur në 123 nga Azia janë këta, të gjithë bashkë në emër të ortodoksisë përbëjnë atë që quhet popull grek, të gjithë bota nuk po e them unë, se nuk e din Shqipëri, ky është problem tjetër. Tani kur vin te shteti grek. Yli po të thoshte që njerëzit të njohin në këtë profil. Unë në profilin. Tani ti kështu do ta bësh dhe fushatën. Një sekond. Tu do ta bazosh dhe fushatën tonë, kështu do ta kërkosh dhe votën. Është profili shkencor i cili është këtu dhe nuk lëviz. Ndërsa në profilin politik që po të them unë, do të respektoj shtetin tjetër sepse e kemi komshi. Dakor? Mua nuk më intereson sepse ka shtete multietnike, ka shtete fetare, ka shtete ku diu me baza çfarëdo baze. Po kur ti e ke komshi, je i detyruar të kesh marrëdhënie shumë të mira me to. Pra këtu nuk ndryn qasja institucionale shtetërore tjetër gjë. Po. Tani ju ku do të garoni dhe a keni kandidat në të gjithë qarqet? Dhe mbi gjitha çfarë synon tani ti? Jemi të detyruar të kemi, sepse ligji e ka që duhet kesh kandidat në të gjithë 186 kandidat. Ti ke 186. Po s'të pranon fare ti është vetë votim. Pranojnë po të mos i keshe. Po pra është vetë rregull i tillë që duhet kandidosh në gjithë Shqipërinë. Ju keni vend të afër me gjëra kështu siç kanë vendisur. Ne kandidojmë në listat tona të mbyllura. Përgjithësi janë njerëz shumë. Tani të flasim pak për listat e mbyllura një sekondë. Dhe do ta themi te listat e mbyllura. Modelin e Ramës dhe të Berishës listat e mbyllura apo këtë mbylljen që bën të tjerët? Ne jo, nuk kemi bërë këtë të tjerëve se ne kena pasur. Ju keni bërë origjinalin? Jo, sepse ajo është një procedurë shumë e gjatë, kërkonte shumë probleme, krijoi shumë probleme edhe në publik, se do vendosin njerëz. Po mund t'i thoshe burit Buris pranonte. Po tjetri familjarëve kuptonte kishte shumë probleme, nuk duhet t'i vinim ato. Listat e mbyllura ne kena bërë lista të cilat janë njerëz
të gjithë të arsimuar, njerëz nga një kalure pastër, dhe nuk kena pasur, edhe përgjithësisht dhe të lisat e hapura, një pjesë shumë e madhe e tyre janë njerëz të shkolluar, të realizuar në jetën e tyre dhe unë i falenderoj shumë që u bën pjesë, na kanë mbështetur, na kanë ndihmuar. Edhe tjetra që do të thoja, unë kandidoj në Tiranë, qarkun e Tiranës, po, do t'jem qarkun e Tiranës, jam listë të mbyllur, sepse është procedura e tillë dhe unë s'kam se çfarë të bëj, dhe për këtë arsye unë i them atyre që do na votoni 7-ën dhe keni mjaftueshëm, aty që thonë edhe të tjerët, pra votoni vetëm partinë 7-ën atje dhe mos u futni që të ngatërroheni më poshtë, sepse kjo pasandaj e kanë bërë këto listën shumë të komplikuar. Pra kjo është e gjitha, qa sjell unë politik do thuash, po sjell dhe disa nga parimet themelore të partisë tuaj tani, mund të di popullata? Po, patjetër. Që të jap votën se atëherë, e para e punës, në programin ton politik, ne duam të ngrejmë një shtet meritokratik dhe demokratik. Ç'do të thotë kjo? Demokratik do të thotë që ne s'kemi pasur, jo. As meritokratik? As demokratik. Sepse demokratik ti nuk zgjedh deputetën. Ka dy probleme në tonë. Nuk zgjedh. Edhe nuk është demokratik? A zgjedhim deputetën nga populli jo? Si zgjedhim? Populli voton kot në këtë prizë, partitë voton. Një meritokratik do të thotë që të paktën në programin tonë ne kemi pothuajse me lidhjen me të gjithë të strukturat në botë që janë shqiptarët dhe duam që në moment që ne kemi pushtet të tërë ata që janë në emigracion, pra truri që ka emigruar, ta kthejmë Shqipërinë në një funksion të caktuar. Për shembull, ne kena kandiduar në Fier zotin Mile, Ervin Mile, i cili është shkencëtar. Po si e ndalon shpopullimin ti tani? Atëherë, një sekondë. Ere kthimin. Po, kthimin e kanë të gjitha partitë e tjera. Kthimin e ka dhe doktorin. Atëherë shpopullimin e ndalojmë në këtë formë. E para e punës, program për të rinjt, që do të thotë, shteti duhet marrë përsipër strehimin e të rinjve, që duan të krijojnë familje dhe nuk kanë mundësi. Dhe strehimi do të jetë 0. Pra, nëse do ta marrësh ti, ai do ta marrë shtëpinë vetëm me kosto ndërtimi nga shteti, pra shteti do ta marrë përsipër këtë, nuk do e lëmë më privatit. E para, e dyta, do të krijohet një bankë shtetërore, po e cila është si niveli të dytë, e cila do të përdoret për kredi për bujqësinë, kredi për shtëpit për njerëzit nevojë dhe kredi jo shtetit. Shteti s'ka një shtet bankë niveli 2, nuk e kemi ne. Një bankë sapo e krijuar. E ka bërë një bankë. Ne themi një bankë të mirëfillt, po, që shteti shqiptar të ketë mundësi, për shembull, ke nevojë, ti nuk ke mundësi të marrësh një shtëpi. A ka mundësi një njeri me 150.000 euro të marrë një palë shtëpi në Tiranë? Unë po kam punuar të rjetën time dhe nuk i marr dot. Dakor? Atëherë, që ne mos i lëm të rinj tikin. Një nga arsyet është banimi. Dhe ti çfarë do bësh si shtet? Do marrësh patjetër politika të tilla që do t'i bësh vetë ti. Po i kam politika të tilla. Jo, politika që do ndërmarrësh ti është kjo. Do ndërtosh lagje me kosto 0. Po edhe ashtu i ka. Pra, po ti do ta marrësh shtëpi 50.000 euro, aq bën. Ndërton shteti do ta lësh pas një pikë programi. Të marrim edhe kredi. Gjithë pikat e programit tani. Po thonë çka ka gjithë veçantë. Po e veçantë është kjo. Është komplet e veçantë. Te kredin do ta marrësh jo te privati, do ta marrësh te banka shtetërore. Do ta marrësh me interes 0, që do të thotë ti vetëm do të shlyesh pikërisht inflacionin dhe asgjë tjetër. Pse? Se ne duam që të rinë këtu. Dhe ai me 300 euro që do paguonte Qeran, të paguaj shtëpinë e vet e të ri këtu. Por ai nuk e paguon dot te privati këtë. Një sekondë, ju lutem. Ka politika të ndihmoni mua. Më thënë edhe për mësuesët, edhe për policët, për mjekët, i ka nisë politika të tilla. Po pra, ka me 150.000 euro shtëpi. Po se ka me 50.000 euro që po them unë. Ti shmangësh kësaj një pjesë të rëndësishme të programit. Jo, po kërkoj që ka të veçantë nga gjithë partitë e tjera, se është parti e re. Dakor, kjo ishte një nga politikat e strehimit që ne duam të ndjekim për rinin. Kjo është Shqipëria e madhe. E keni din? Atëherë, në lidhje me Shqipërinë, ne mendojmë që është juridikisht, më falë se në takon të kemi ne tani. Atë juridikisht është e pranueshme dhe e lejueshme që ne të kemi mundësi një bashkim federativ me Kosovën. Bashkim me Kosovën. Federativ. Sepse federativ janë bashkime shtetash të pavarura ose autonome të njohura me ligj ndërkombëtar. Ty për këtë nuk të pengon asgjë. Jam i qartë. Dakor? Kjo është dhe një pse ne na duhet një politikë energjetike me Kosovën. A e di sa humb Shqipëria dhe Kosova për faktin e kësaj? Që ata prodhojnë energji me termocentralë, ne me hidrocentralë dhe nuk e shkëmbejmë? Populata tjetër. Atëherë, ne duhet të bëjmë çdo veprim me aleatët tanë të ngushtë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ne nuk mund të bëjmë asnjë veprim në politikë, jo në bashkëpunim me ta. Pra, sepse ne nuk mund të bëjmë aventura. Të lutem, politikë të jashtme nuk bën aventura, sepse këtë bësh me të ardhmen e shtetit. Dhe unë jam shumë, si ka ndryshuar? Jo në retorikën, të thash. Jo, më falë, unë kështu kam qenë gjithmonë.
Në këtë pikë kështu kam qenë gjithmonë. Marrëdhëniet tona të ngushta, ne kemi aleat strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama thot aleat strategjik këtë, jo, SBA-ja është aleat strategjik. Komplet kalove SBA. Jo, SBA-ja ka qenë gjithmonë për mua. Ka në Evropë, siç është Austria dhe Gjermania, të cilët janë miqtan që në luftën e parë botërore, sa pa Austrinë si ishte bështet soti, do marrëdhënie të mira me fqinjet, Greqi, Turqi etj. Por unë po të them që në politikë të jashtme ti nuk mund të marrësh vendime të forta pa ndihmën dhe mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ne jemi me, shiko, se ne sot kemi kështu që politikën e jashtme kemi të njësuar me Bashkimin Evropian. Po problemi i Bashkimit Evropian është se nuk ka një politikë të jashtme të sigurisë përbashkët. Të ndihmohet Izraeli, ne votojmë si çdo beja, që të mos ndihmohet Izraeli kur sulmon Gazën. Në këtë pikë ne duhet kemi një politikë të jashtme të pavarur, e cila duhet të koordinuar me ata që na duan mirë ne, patjetër, por në lidhje me BE-n, unë dua të them vetëm kaq. Më fal, një sekondë, në lidhje me BE-n, BE-ja nuk ka një politikë të jashtme të përbashkët dhe të sigurisë. Nëse ka një problem shumë të madh BE-ja, e ka munduar ta ndihmojë në rastin e Ukrainës. Po, në rastin e Ukrainës. Komisioneri e politikës jashtme kanë. Mirë, dakor, në çështjen e Kosovës, ku kanë qenë politikë jashtme të përbashkët? Disa e kanë njohur Kosovën, disa se kanë njohur, pra do të thotë në çështjet e sigurisë, mos jetë Amerika, Evropa bie në çështjet e sigurisë, sepse nuk ka marrë masat pavarësisht nga NATO për të mbrojtur vetveten. Prandaj po e kanë thonë edhe herë tjetër. BE një Kosovën sepse Por janë disa shtete brenda BE-s. Është në marrëveshje stabilizimi asociimi me Kosovën. Janë disa shtete që njohin, po BE-ja si BE e njeh. Dhe ne nuk jemi organizatë ndërkombëtare. Dhe ne nuk jemi. Disa shtete të Bashkimit Evropian mund ta njohin, po jo është organizatë ndërkombëtare sui generis. Sui generis, që quhet nga pikpamja juridike. Ne jemi në politikën e jashtme të BE-s, pavarësisht nuk thash shtet. Pra ne nuk vetëm nëse SBA-ja thash, në OKB ne përfaqësohemi si Bashkimi Evropian. Po. Tani që janë vendime shpesh të ndara nga SBA-ja. Po, ju kuptoj shumë mirë, por çështja është këtu. Ne e para nuk kemi antar të Bashkimit Evropian. Dhe unë nuk e di nëse ne do të bëhemi ndonjëherë antar të Bashkimit Evropian. Dhe me rënien me ikjen e Anglisë, me rënien e ekonomisë evropiane, unë nuk di nëse Evropa do të arrit ta përcjellë dhe këtë krizë. Ka dhe një krizë Evropa aktualisht, dhe Gjermania. Kështu që në këtë prizëm, unë jam për një integrim midis ne shqiptarëve në rajon. E pare punës, të fillojmë të integrohemi me Kosovën, me rajonin ton shqiptar, që t'jemi gati për çdo nesër ne të përgatitemi që jemi në BE si rajon, okej, si jemi apo pak të mos mbetemi të pa integruar me njëri tjetrin. Dhe ikim nga kjo BE se nuk kjo të pranon që amerikanët janë. Po, mos të ngatron me pën tjetër. Nuk të ngatron kjo këtu do. Të ngatron Ramën, jo neve. Të ngatrosh tjetër. Dhe madje politika e Ramës që thot bën fushat me pasaportën e BE-s, ku Rama as nuk ka të drejtë japi pasaport BE-s, është vërtet qesharak. Kaq. Tani, përveç në zonjës Kosaqi, unë kam në studio dhe njeri unë që është në i treti në listën e mbyllur. Sa vete në listën e mbyllur gjithsej? 12. Në Tiranë. Tirana. Këto qark kanë. Po, ka një qark mund ketë një që ka 2, një ka 3, Tirana ka 12. Keni mbyllur plot 12 në listë dhe ju aty. Po të gjithë pra? Jo, mirë bëhet, nuk po them jo. Po, unë jam Po këta që janë jashtë 37, ata do Tani, zoti Përmeti, Po e nderuar. ju jeni kandidat për deputet, domethënë në listën e mbyllur, dhe jemi informuar që kanë dashur t'ju heqin nga puna sa po ju doli emri në listë. Ç'punë bënet ju dhe pse do t'ju heqin nga puna, pa intimiduar, pa kështu, se ne nuk bëjmë si emisionet e tjera të gjitha, por pse ju hoqën dhe ç'ishte kjo? Shiko, zotë Rakip, ideja ishte këtu, do me thënë që unë jam avokat, jam jurist, përse nuk e ndi që dot në aspektin ligjor, jo të shpjegoj qëllimin. Jo, i sekund, ne nuk kemi thirrur për t'i intimiduar. Jo, një minutë. Që intimidimi për çfarë? Pjesa dërmuese e njerëzve që kanë mbaruar jurisprudencë punojnë kamarierë dhe kështu. Po më mirë. Ti tani ata doni ta shteq nga puna. Ore doni ta. Shiko pak, më lër ta mbaroj pastaj interpretohen edhe ky punon te roje. Doni ta hiqni thjesht nga roje. Një sekond të lutem, atëre. Duhet thënë para punojës shërbimi. Jo, si përdore terminologji, nuk thuhet roje, punojnë shërbim. Okej, punojës shërbim. Tash i heqin fjalën roje. Largohet. Një sekond të lutem që ta sqarojmë këtë pjesë. Atëre, unë jam përpjekur dhe kam bërë këtë pjesë, e kam bërë publike, vetëm sepse kam dashur që të informoj dhe kolegët e mi që e kanë ndjerë mbi kuriz këto transferimet me urdhrat pa lishëm, që ata të sensibilizohen. Qëllimi ka qenë sensibilizimi i popullatës. Se nuk po në kuptoj. Që ka ndodhë mësë? S'ka lidhe me ka qenë punojnë shërbimi. Punon dhe Lirian Gard. Punon në shtetë.
Po, punonte avokat, ka 2 punë, zotria. Nuk ka rëndësimo tani se ti jetë duke sikur ne duam të intimidojmë tjetrin. Nuk ka rëndësimo. Jo, kam qenë ke autoriteti aviacionit Nese. në Tiranë. 80% e njerëzve që mbarojnë jurisprudencë janë kamarit. Po, unë të kuptoj shumë mirë. Thotë jep dorëgjën se u futet kanë dalë. Shiko ta seroj pak këtë pjesë. Atëre. Nuk dha dorëgjën dhe transferoi. Kjo është ide. Duhet të seroj vetëm një aspekt. Atëre, unë jam jurist, jam dhe avokat që ndjek shumë çështje në gjykat. Dhe nuk e kam as pak problem që ta ndjek ligjërisht. Ideja ka qenë Unë nuk të kam thirrur këtu tani që të më sjegosh që ti kolegëve të ke thënë 6 herë jam jurist. Tani ti u intimidove nga kjo. Një sekond. As pak. Ta sqarojmë që e para të sqaroj një sekond. Pjesa ligjore, unë ndjek vetë sensibilizimi i kolegëve të mi sepse ka pasur shumë raste që janë transferuar në të njëjtën mënyrë abuzive si Unë e kam parë dhe unë e kam bërë për qëllim që të gjithë që do më dëgjojnë sepse unë vendimin e gjykatës mund ta fitoj. Por ideja vendimi i fitimit mbetet shumë i izoluar, e merr vesh vetëm unë që e fitoj edhe një rreth i ngushtë. Por sensibilizimi mediatik që për të drejtë e punëmarrësit që i shkelen në mënyrë të padrejtë, ata do dinë të reagojnë dhe frenimi, aspekti frenues. Duhet të kishte ndryrë bile, mendoj unë. Të lutem, të shpjegoj edhe diçka. Aspekti frenues, sepse e kam bërë unë, që ata mos ta kthin në tradit këtë pjesë, që edhe punojësit e tjerë ta kuptojnë që e drejta atyre është ta kundërshtojnë një urdhër të paligjshëm. Edhe mos t'i bjerë sipër. Tani, një sekond, do të bëj një sqarim nga pikpamja juridike se ne jemi jurist. Artani vjen një nga 10 familjet më të vjetra të Shqipërisë. Do t'ja bëj unë pyetjen, e kam këtu, të lutem. Po e kam pyetjen. Pasardhësi Aqif Pashpërmetit, nipi i tij. Dhe është familje persekutuar si familje. Po asnjë gjë s'ka ndodhur, thjesht. Unë kam qenë i punësuar dhe vetë në një shoqëri private, ndoshta zotëria e di që është ajo shërbimi privati. Ajo është forma e organizimit, është shoqëri tregtare. Por aksionet i ka publike nga Ministria e Brendshme. Por organizimin vetvete është shoqëri tregtare. Është SHA. Dhe se shpjegoj njerëz se nuk e di. Kuptoj pra çka ka ndodhur. Atëre, unë kam qenë i punësuar pranë një shoqërie nga viti 2019 deri tash. Kam qenë dhe më përpara në këtë sektor. Unë kam ndjekur paralelisht shkollën, më ka dhënë mundësi, duke qenë punë me turne, më ka dhënë mundësi që unë ndjek edhe shkollën, që i kam mbaruar për student drejtësie, kam marrë më pas licencën, ushtroj avokatin. Zotëri, nuk është turp të shkosh në punë, nuk po të diskutojmë këtë problem. Madje doja t'ju thoya edhe vetëm të zotë Ylli që ajo u trajtua nga fiksi në mënyrë jo shumë profesionale. Po jo, nuk e them tani se është kolegu ynë. Mirë, prit, deri pak e kjo. Atëre, qëllimi ka qenë sensibilizimi i kolegëve, sepse ajo është një shoqëri që ka 5.000 punojës. Dhe nëse do të bëhet kjo me mekanizma të tillë, selektiv, pra duke rënë kape këtu iqë atje, mere këtë qoja atje, pa një metodologi të mirëfillt për këtë. Unë di shok të mi që janë heshin këtë mënyrë dhe nuk janë tjerë të shkretë. Pra du në drejtat e tyre. Në gjuhën populore i tonë roje. Po të tregoj bisede që ka në WhatsApp, do të ditë qash, se si ma ka të Ministri e Transferimit. Dhe unë e kam bërë këso. Artani punon 2-3 punë, sepse Artani është drejtuesi i OJF-s avokatëve me 110 avokat, është avokat. Jam kryetari i shoqatës organizata e drejtësisë. Jam lektor. E ka ruajtur si punë të dytë dhe të tretë dhe ka qenë i siguruar dhe atje dhe si avokat. Dakor? Tani problemi është që këto sa morën vesh që ky ishte në listën e kandidatëve për deputet, dati 28, 29 i ka bërë transferimin. Transferimin, nuk është se e kanë shkarku nga... Jo, nuk e ka shkarku, e transferuar që ti të bësh dorëheqje vetë. Dhe kaq. Këtë problem i nderuar e kanë pas, e di se sa kanë bërë dorëheqje nga partit, më tha një nga këto partit që nuk duhet ja përmend emrin, 20 veta. Kanë bërë dorëheqje nga kandidatura për deputet. Jo, se kanë qenë në punë shtetërore ose në një punë tjetër dhe u është bërë presion që të bëjnë dorëheqje. Vetëm po t'jesh. E shtrojmë në këtë aspekt. 20 veta. Security, kryetar bashki. Domethënë policë ushtarak, shërbim shërbimi... është shërbim privat, është privat, është privat, nuk ka është shërbim komplet. është punojë shërbimi, është regulot nga ligji i 2014 dhe për shërbim, nuk ka lidhje fare me asnjë gjë për policinë e shtetit, as me ushtarakët, nuk ka ligji që rregullon është privat. Ju lutem, jam detyruar t'ju ndërpres të komunikim duke folur
4 veta në njëjtën kohë. Ushtarakët dhe Është shumë e policët thjeshtë, shiko. nuk duhet kandidatë. Jo, është komplet sektori është privat, nuk ka lidhje. Po desh tani ose të futur kanë ta mbyll. Doni ta mbyll emisionin fare. Tani ju lutem. Atëherë më dëgjoni. Se është shumë e thjeshtë. Tani këta përpiqen të fshehin këtë fjalë punonjës së shërbimit, thotë, dakord. Populli, thot roje. E çfarë keqe ka? Po shtroni çik më Po jo pra, profesionale, sepse edhe ju po bini në ato që ra emisioni tjetër. Tani problemi nuk është tu. Po ku është? Problemi pse duhet ikë nga puna. I nderuar, ideja është këtu. Ideja është këtu. Ai urdhër është abuziv, se fshesh shkaqe. Ja ta them unë. Pse ka frika ai nga? Nuk çfarë frike mund të ketë nga unë ai. Pse të heq nga puna? Ideja është që ata para përgatitur për para, kur pan dhe kandidatin. Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Po mirë, një sekond. Sot vazhdon të jesh në punë. Absolutisht. Unë marrëdhënien time për shkak të cënimit të parimit të mirëbesimit, që është një nga shtyllat kryesore mbi të cilat ndërtohet kodi i punës, për shkak të diskriminimit për pjesëmarrje në një parti politike, unë e konsideroj të mbaruar marrëdhënien e punës, sepse urdhri i transferimit më ka transferuar në një zonë që është me 2 autobusa dhe është 1 orë e gjysmë larg banesës time. Më ka larguar në mënyrë, më fal një sekond. Marrëdhënia e punësimit është një marrëdhënie konsensuale, që do të thotë, ti kur transferon një punëmarrës, duhet i marrësh Të ka të rezervuar për t'ikur fare. Të kanë larguar Të lutem. Për të larguar. Jo, jam brenda Tiranës, po jam një zonë shumë të largët, që më largon nga çdo gjë. Është një kontekst pune që unë nuk e njoh procesin e punësimit aty. Nuk e kam bërë në një herë. Dhe unë kam dhënë kontribut në atë institucion që kam qenë, kam dhënë një kontribut shumë të madh. Unë s'kam as në një medalje sherifi dhe a institucioni është në luftë dhe shkoj ta shpëtoj unë, pra nuk kam as kushte pozitive që të ti të lëvizësh, nuk kam as kushte negative, as masa disiplinore në fuqi që ti të më qosh mua. Pa më pyetur, pa një metodologji të mirëfillt, sepse nëse do të lëvizësh punëmarrësit, por ka një qarkore, ka një... Po mbyll pra, është qëllim. Mund të atakosh. Unë e bëra jo për shkak. Rreshen me trasani dhe do i rinjysh apo. Unë e kam mbaruar sepse për shkak se e njoh fushën e drejtësisë dhe e njoh mirë fushën e të drejtës punës. Dhe ai urdhër është nga ata të posë i thoshin e ka çuar. Po e marrim këtu, po e çojmë atje që ai të mërzitet atje të rrikë shtëpia. Çfarë do bën? Tash mua këta nuk ma bëjnë dot. Mua. Ja kanë arritur qëllimin. Ja kanë bërë disa kolegëve të mi që nuk kanë formimin ligjor të duhur dhe më ka ardhur shumë keq. Edhe këte kanë bërë thjesht për çështje sensibilizimi. Nuk e kanë bërë as pak për. Jo kemi tregon në çfarë procesi zgjedhor po hyn bisedë tani. Është rëndësishme vetëra për filozofi. Ne nuk mund të hyjmë në proces zgjedhor të tillë. Më fal, mua një parti. Kur i bën presion ka më ka thënë. Merë mend një votuesit tjerë. Një parti nga ato që është zgjedhëm ka thënë i ka bërë dorëheqje 20 veta nga lista. Po pra, në qoftë se është larguar nga puna, domethënë është nështruar. Të kështu i bie. Jo, nuk e ka pranuar pozicionin e ri, të drejtën nuk e pranuar. Për mua ke cënuar marrëdhënien e mirëbesimit midis punëmarrës punëdhënës, ti nëpërmjet urdhrit abuziv kërkon dhe përpiqesh të fshet shkaqet abuzive, sepse ti pse nuk identifikon shkakun real. Pse do të në transferosh, zotri? Në një farë formë... Identifiko shkakun! Identifiko shkakun! Ja kanë arrit qëllimin. Tani zonja Kocaqi. Ata le të vazhdojnë. Unë pjesën publike dhe pjesën e kam bërë të sensibilizim. Edhe dy këshilla kam unë, që e para duhet njoftuar edhe vëzhguesit ndërkombëtar dhe duhet ankesën KQZ, se kjo është shkelje e hapur e kodizjedor. Jo, sepse ka pas shumë raste të tilla. E ka marrë nga një punë normale. Po një punë normale dhe e ka çuar në një normale. Ylli, ka pasur shumë raste, ne kishim zotin Shej para 2 javësh dhe kur po flisem me të, një kandidat i tij që ishte mësues në Korçë, i kishte thënë do jap dorëheqjen sepse më kanë bërë presion. Po pra tëra partitë kanë të njëjtin problem. Janë disa raste të tilla, prandaj duhen denoncuar këto si raste. Se kur ndodh me parti të vogla, dakor? Llogarisë çfarë ndodh me të tjerë, presioni se thash. Llogarisë. Prandaj duhet denoncuar si fenomen. Tani zonja Kocaqi. Po. A ju ftuan këta të Partisë Demokratike për koalicion sepse ata kanë bërë 26 parti, 25 kanë betur në fakt se Jenisheri u largua. Atëherë. Zoti Jenisheri iku nga aty. Tani ty të kanë ftuar këta Partia Demokratike? Atëherë, mua nga larg më kanë ftuar, por unë nuk futem koalicion me Partinë Demokratike dhe me ato koalicionin që ka bërë Partia Demokratike, sepse ne as me këtë Parti Socialiste, ne duam të bijmë një frym
të re për te Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, me njerëz të rinj dhe edhe qëra fjala, ne nuk merremi se qa bjem, se qa produkti bjem, ne nuk bjem njerëz që janë të inkriminuar, bjem njerëz që punojnë, njerëz që kanë një arsim të caktuar, madje folët për Artanin, po pak tha që është një pi i Aqif Pashpërmetit. Një nga 10 familjet më të mëdhaje që ka Shqipëria, që kanë kontribu për Shqipërinë dhe janë 50 vjetë më shumë persekutuar në të vënd. Artani duket zot një djemë, o zonjë. Një nga arsyet që unë e ka marrë pikërisht është pse se i përket një familje të tillë atëherë, për të shkuar tek... Eshte zotnin, për të shkuar... Po njeriu mund punoj ku doj tani, nuk ka rëndësi. Me e merë tani, kur njeriu e merë... Artani punon 3 punë. Kur njeriu e merë, po nuk ka rëndësi me 5. Po, është zoti, bravo i qëtë. Tani, po kur ti, nga puna që e kanë marë, nuk e kanë marë nga punë tjera. Se punë të tjera është këta shëqate. Një minut, kur e merë nga një punë, që është shumë e zakonshme puna, punoj shërbimi, roje që son shqiptarë, dhe e eqti këtë, e qonë një vend tjetër, përpiqet të godasësh një njeri në mënyrë shumë çuditshme, nuk ka lidhje fare. Ne do ndjekim rrugën ligjore. Tani po flasim për Partinë Demokratike. Nuk bëjmë aleancë me to, prandaj të thash. Nuk bën. Jo, as me njërën, as me tjetrën. Po në qoftë se ju keni në dorë formimin e qeverisë, morës vota tani, ti, zoti Benet gjitha, Artani... do t'jetë pika kyçe. Jo, një minutë se s'kemi... Shqipëria po vuan... Do bëjmë koalicione me ata? Jo. E di pyetje. As me Ramën, as me Ramën, as me Berishën nuk shkojmë, sepse ne duam, nuk kemi këtu për, më kupton, nuk kemi këtu për të mbajtur Ramën dhe Berishën më në pushtet. Dakor? Ne jemi këtu për t'i bën Shqipërisë një të ardhme të re. A kuptoni që ku është Shqipëria? 35 vjet më i thon po vetëm gjysmë shekulli. Rama Berisha ka 28, Rama 35 Berisha. Po boll pra këta fëmijët e tjerë të Shqipërisë, këto djemtë dhe vajzat të shkolluara jashtë e brenda. Kur do vinë pushtet këto? Po këto pse mos kontribuojnë për Shqipërinë? Pse me ta pije kanë marrë pushteti politik Shqipëria e Rama dhe Berisha? Jo, s'jam fare dakord. Kërkojmë një frym të re në politikë. Frym të re. Po, populli pasandaj vendos, nëse populli do të marrë Ramën dhe Berishën, po shumë mirë të vazhdojmë me Ramën dhe Berishën, kemi çaj bëjmë më pastaj. Po, që jemi tek mere. Keni pas oferta ose diskutime me këto partitë të reja për bashkëpunim? Këtë pikërisht këtë dhe më falë. Jo, për pasë të bërim të kjo. Po, thuaj se të qita partitë... Me që thatë këtë të rejat, mbaj, fiksoj pyrin e Abilekajt. Po. Ju duket ndonjëre sak nga këto, se do të them që konkrete unë. Për shumë, kjo lapaj për shemull, është shumë afër jush, vërtet shumë për atë dhe unë dhe kjo. Ska lidhe fare për atë dhe unë lapaj. Ju duket i sinqerta, po është si populizm. Jo, ska lidhe. Unë atë dhe unë nuk është duhet për vota. Atë dhe unë duhet konstantisht, në mënyrë konstante, sa ke bërë ti 10-15 vjetë për para për atë dhe. Nuk po them se do atë dhe unë, por unë kam qëndrim tjetër dhe nuk është se jemi bashku me ta për arsye të tjera. Arsye janë përgjithësi kjo listat që bën këto, hiq këtë të mbyll këtë, vër këtë, dhe ne nuk e donim fuqin. Me gjerët e tek të rejat e kista Abilekaj. Se ti në fakt në studio, njëri nga partënismë studia, ka deklaruar që do të ishi dhe ju. Jo, a i ka deklaruar, por unë nuk kam dhënë në një marrëveshje, ata kam pas dëshirë, dakord? Edhe unë ne kemi marrëdhënie shumë të mira me gjithë partitë. Nuk të themi jo, mojti. Por, është tjetër gjë, sepse kur je një parti e re, ti do të konsolidosh partinë, do të marrësh një votën, do të provohesh. Ju nuk merrni dot vota në qoftë se po të ishit bashkuar do merrni shumë vota. Më fal, dakord, të kuptoj. Por problemi është se të tëra këto partitë bën një marifet. Pra te lista mbyllur doni me e djek, me hyrë në listë të hapur. Mua kjo gjë në një parti të re nuk më pëlqente për arsye sepse do bie të futë që baban, maman, të të rishin këto dhe të bishit i taktik. Taktik për të luftuar sistemin ishta jo. Jam shumë dakord. Një mënyrë që të luftoni sistemin. Bravo qoftë, nuk jam kundër taktikës që kanë ndjekur ata. Por për ne ishim një organizim më i ri sa ata dhe kishim goxha më të vështirë për ta bërë një gjë. Ata kishin 1-2 vjet përpara nesh ishin marrë me organizimin e me çdo gjë tjetër. Kështu që për këtë arsye dhe shumë arsye të tjera, nuk dëshëm të bëni marrëveshje. Bët negociata me këta? Nuk kemi bërë, nuk do më të kena... Agron Shejaj me nismë studia me... Të themi gjë, Agron Shejaj nuk ka dash të bëjë një aleancë me askënd, ka dash të ju në zjetë. Agron Shejaj nuk. Arlind Qohri nuk ka dash të jetë me askënd, sepse është i qëndërës, është përgjithësi i majtë, në drejtim... Nuk ka dash. Nuk do ndaj. Të vetmi që kanë qënë është Lapaj me... Edhe ky zotria tjetër se ka emrin... Ali Bejaj, Shehi, dakor, po, ne nuk e kemi parë të arsyeshme. As keni pranuar ju në këtë rast? Po vetëm besoj, e keni shumë më vështirë se po të ishit në koalicion. Po të ishit në koalicion. Shiko, qëllimi ju politik nuk është dalë unë deputet, asë në cilin deputet. Qëllimi ju politik është që ne të sjellim një frym të re
dhe të bëjmë një ndryshim Shqipëri. Qofse populli nuk do ta bëj, këtë varet nga popullit, ne ofrojmë vetveten, por ne s'mund të ofrojmë shumë se sa kaq. Ofrojmë dhe një grup të pastër njerëzish që as kanë vjedhur, as kanë bërë absolutisht s'kanë i të kaluar të pisë në jetën e tyre. Ne mundohemi të bëjmë këtë gjë, pastaj populli është ai që vendos. Mirë se kjo jeta juaj kështu një muaj zgjat, se pastaj mbas zgjedhjeve nëse ju arrini një rezultat. Jo, ne do të vazhdojmë të jesh i sigurt për këtë, e para, e dyta, unë kam 20 vjet në jetën publike, pra unë e njoh publiku dhe publiku më njeh mua. Po, në jetën publike, nuk vi në politik. Nga persona siç vinë anonim dhe kërkojnë të bëjnë një emër në politik, unë jam munduar të punoj dhe me atë punë dhe besueshmërinë mendoj sepse dhe ka marrë për të shërbyer në politik, nuk ka marrë fare për pushtet. Antoni po thoshte që po të atakoheshe një koalicioni, do e kishte më të lehtë për të arritur qëllimet se sa në këtë formë. Nga pikpamja meritokratike dhe nga pikpamja e arritjeve njerëzore, nuk ka pozicion më të lartë se profesor universiteti. Asnjë. Ai është pozicioni më i lartë në hierarkinë shoqërore që ekziston. Dakor? Por problemi është është nga pikpamja. Për njëri tjetrin themi nuk ka pozicion më të lartë se nuk ka më të lartë, sepse nga aty dalin mjekët, dalin politikanët, dalin gjithë. Nga universiteti dalin. Problemi është këtu. Momenti që Shqipëria ka nevojë për ne, zoti Rakipi, unë po ta them që personat që janë profesor universiteti, intelektual, ku di unë, refuzojnë të merren me politikë. Por duke refuzuar gjithë merren me politikë, ne kemi lënë politikën në duart të njerëzve të papërgjegjshëm. Atëherë, a mund të vazhdojmë Shqipëria në këtë formë? Po mirë, po tani si apo. Atëherë, unë e du Shqipërinë, më dhimbset, kam një jetë, një ditë do të vdes, nuk do të mbesem këtu. Atëherë, momenti që unë jam fund jetës time dhe do të kthej kokën mbas, do të them, Elena, patë një mundësi të bëje diçka të mirë për vendin tënd, pse se bëre? Unë bëj përpjekjen time, populli do bëj vetën, dakord? Unë nuk po them se unë këtu do arris sukses, unë do bëj këtë, unë po përpiqem të jap një program duke qenë profesor i qeverisjes, të them do bëj diçka të mirë, do zgjidhim problemin e pronës, të shikosh ti problemin e pronës vë duart kokë që kanë bërë këta. Do bëjmë një qeveri nesër tjetë më regulatore, e ke qeveri një regulatore, e ke vetëm regulatore për interesat e veta, do të bëjmë një qeveri që tjetë modelit japonez, ku të ndihmoj biznesin, si të ndihmoj biznesin, të studioj tregun, të marrë një grup ekspertësh. Të modelit skandinavë, po... Dakord, jo, të marrë modelit... Mime, dakord, ndje po afrojmë këtë model, sepse du të kemi parasysh politikë është oferta që t'i afronë. Dhe oferta që t'i afronë është programi që t'i afronë dhe njerëzit. Dhe unë po të them që ne duam të bëjmë, ne t'i japim një mundësi Shqipërisë për të ndryshuar. Ti nuk e pas për qeveri për shqiptarët këtu. Ti ke pas një grup i cili është shkëputur nga politika. Nga populli. Një nga gabimet që ka bërë që beni ju partitë e reja është që po të ishit bashkë kam pasur gjithmonë ideën dhe unë i kam thirrur me këtë ide këtu, që të bashkohen. Për shembull me Lapajin ju mund të shkonit shumë mirë. Nuk kam asgjë të thash. Çështja është këtu, mënyra teknika që u përdor. Jo më për teknika që u përdor për të zgjedhje. Ishte e tillë që ishte pak problematike sepse kemi dy lista të hapura dhe lista të mbyllura. Ky është problemi shqiptar. Jo, nuk është çështja fare e bashkimit. Dakor, po ata mund të thonë tani. Që juve keni vënë emrin në listë të mbyllur dhe votat duhet i marrin këta që janë listë të hapur. Jo, e ka ligjë, votohet partia. Ne kemi bërë thirrje votim partie, jo për votat por artikujt që gjetën ata ishte drejt. Unë nuk e kundërshtoj. Që nuk mund të jetë kjo pikë ku do ndahesh. Jo, nuk e kundërshtoj. Por nuk kemi dashur ta sepse ishim thash një parti e re dhe kishim shumë të vështirë. Ata kanë gjetur teknikën e tyre shumë mirë kanë bërë. Ne kemi zbatuar ligjin e shtetit shqiptar, por ne jemi kundër këtij ligji. Pra jemi kundër kësaj forme të zgjedhjes deputetëve. Kjo duhet marri fund. Është turpshëm për Shqipërinë. Shkelja e drejtave të njeriut maksimum. Përveç këtij pozicioni. Filluar të bëhet politikane. Përveç këtij pozicioni që të jep ylli këtu që të ke mundësi të flasësh me publikun. Si ja bën për të kërkuar vota gjatë ditës? Atëherë, ne kemi këto dy mënyra. E para njëherë te qytetari. Ne nuk kemi, e dini ju që deri tani neve i kemi fondet nga shteti për fushat. Edhe pse jemi të regjistruar, i kemi zero. Jo, Partia Socialiste. Jo, i kanë të tjerat. Partia Socialiste, Partia Demokratike e japin vetes vetë gjitha. Ka garuar ato, nëse dhe është goxha e vështirë për ne si parti të reja me bë fushatën që bëjnë këto. Dakor? Ne do mundohemi që nëpërmjet kontaktit drejt për drejt me njerëzit, siç ka qenë ajo mbledhja e firmave në rrugë, për shembull, ishte një gjysmë fushate. Sepse ti takon me njerëzit, ke hallet. Po tani çfarë bëni? Shkoni bini dera, sa bëni takime? Po, ne bëjmë takime domethënë duhet të shkojmë te qytetari. Pra, nuk është çështja e mbledhjes së mitingjeve të mëdha siç e bëjnë partitë e tjera që mbledhin njerëz aty. Por, atëherë, nuk është vetëm ky aspekt. Ju keni dhënë kontribut goxha duke mbrojtur çështje kombëtare. Nuk është se jeni një
personazh që dolët tani për zgjedhje sa po krijohet partinë. Keni 10 vjet që jeni në televizione. Dhe ku ka më tepër, domethënë, gjithë kjo është e gjitha fushat, sepse njerëzit e njohin, kemë për këtë çështje me interes, edhe mendoj që e ke popularitetin. Pjesa fushatës, nëse fushata e do me trokitje në derë, ose diku ande këte, okej, po nuk është se jeni një person i krijuar rishtazi. Prit, se partitë e tjera mund t'jenë shumë më të reja. Partitë janë të reja, por ju si drejtu, jo, më falë, po them realitetin, jo, më falë, shiko, nuk ka lidhje... Kryetarja ju orienton se si bëhet fushata. Zotëria e pyesi, si kërkoni votat? Neve të gjithë marrim mendimin njëri tjetrit se këta janë bashkë. Duhet i përgjigjem kësaj, sepse ne jemi bashkë dhe duhet plotësere pasere, sepse ndoshta... Ideja është këtu, që dysha në raport me të tjerët, këta që kanë kryu partitë e reja, ka një background që kanë mbrojt goxha çështje kombëtare. Pavarësisht se partia është e re si të tjerët. Po më thoi nderuar, po. Unë të cila për të ndihmuar dhe për të sqaruar këtë rast. Dhe ne ju falenderojmë shumë, sepse jeni nga ekranet më të lira sot në mori Shqipëri. për tjetër gjë dhe le ta mbajësh. Jo, nuk... Po lere tani se ti ishi... Po i nderuar për çfarë pyet? Tani ti ke vend Doreza, nuk je Elena që një fund. Po. Unë të pyes për personazhet e partive të pyes qëllimisht. Për të fituar pikët e tua, në qoftë se mund të fitosh, por kështu nuk i fiton ti. Unë të pyes për lapajn ti Doreza. Një minutë më mirë. Po. Unë të pyes për tjetrin të Doreza. Ja të pyes për një tjetër. Po ham pyet për një tjetër. Ku dallon partia juaj nga partia e Shpëtimit Idrisit? Edhe ai ka tipare patriotike. Bile flet shumë për çështjen çame, për çështjen kombëtare. Ne kemi një nga çështjet. 2-3 muaj para zgjedhjeve, një minutë më zonjë. Po. Një minutë. Po. Se kështu ti s'to marrësh as votat e tua. Po, vazhdo. Po. Në këtë mënyrë që del këtu te une. Po, më thua. Doreza t'jive. Po. Asnjë votë s'merr. Po. Dhe më fol tani për partinë e Idrisit. Po mirë. Si të dallojon ty nga Idrisi? Ja unë do vete tani të votoj për një parti, falë më një minutë, për çështjen kombëtare. Po. Si të dalloj unë Elena Kocaqin nga Shpëtimi i Idrisit? Atëherë një e para. Ose jap lapajt votën. Partia e Një nga këta dy dhe s'ta jap ty. Po mirë s'ka gjë mos më jap. Jo, po them. Kur them unë po të flas për kërkosh votën, për publikun, jo për mua. Partia e Zotit Idrisi mbron vetëm një çështje, ndërsa ne mbrojmë gjithë çështjet kombëtare, pra nuk e vetëm çamët. Unë i kam mbrojtur çamët edhe pse s'jam çama, dhe e kam mbrojtur në mënyrë konstante. Dhe një nga komunitet, një nga pjesë të Shqipërisë, nëse do ta themi që mua më mbështet, jam pikërisht edhe pjesa e çamërisë të çamëve. E para, e dyta, ne mbrojmë interesin, për shembull, ne në program kemi një bashkim federativ me Kosovën. Pra që do të thotë që ne shikojmë edhe atë pjesë të Shqipërisë. Dhe kjo na bën ndryshim ne me ata, se nuk e kanë programa, jo ata, po asnjë parti këtë gjë. E dyta, ne qëndrojmë fort këtu. Nuk kemi ne që të bëjmë aleanca me parti të cilat janë në kundërshtim me ne. Dakord? Unë s'mund bëj aleancë me Belerin dhe me Dulen. Dakord? Sepse vota e çamëve nxjerr Dulen dhe Belerin, dakord? Ndërsa unë nuk mund të marr votën, ti them atit më merr votën ti ma jep mua dhe nga ana tjetër vota që ai të më japi mua nxjerrë deputeti këtë tjetër. Prandaj duhet shumë kujdes në këto gjëra. Ka disa parime që shkojnë përtej të dalur i deputet. Për mendimin tim. Dakord? Dulja dhe Beleri janë bashkë ti. Po bashkën. Në koalicion. Dulja dhe janë bashkë. Pa janë një koalicion. Po jo pra, momenti që ti jeni një koalicion, vota e koalicionit, vota e koalicionit, dhe Dulja, ti si e kupton këtë gjë tani? Pra, vota e koalicionit shkon brenda koalicionit, unë nuk do ta bëja për. Nuk e bëja dot. Edhe kjo është një nga arsyet që unë nuk e bëj dot. Sepse unë kam ca parimet mia, të cilat duhet i mbroj deri në fund dhe nuk më intereson mua, nuk jam Machiavelli, nuk është për mua qëllimi justifikon mjetin. Pra, për t'u bërë deputet, unë duhet më u bë me këdo. Jo. Idrisi nësë me Dulen, është vetëm. Bashkua me Nismën dhe kriu dorën. Shumë mirë. Mund të bashkëpunojë edhe me Juve dhe absolutisht pas zgjedhjeve nuk dihet se si vjen historia, po që e kanë fjalën. Para bëshin më të fortë, mbrapa zgjedhje. Dakor, s'ka gjë, nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Ashtu është edhe Qorri, ashtu është edhe Partia Mundësia Agronshea vetëm, por të gjitha partitë vetëm pothuajse. Kështu nuk është se kanë një mua më lini një pyetje se dëgjova pak. Unë mendoj se partitë e reja do marrin vota. Po, më thuaj, po. Sa që ne do luftojmë korrupsionin që është çështja kryesore. Si do luftoni korrupsionin që është dhe kur flisë me korrupsionin keni spakun parasysh, apo keni në një reform tjetër drejtësia, keni rolin e qeverisë? Tashi, instrumentet që luftojnë korrupsionin është drejtësia, pa tjetër. Se nuk e me qata luftosh, do më thënë, në ketë pa mundur, është e vetë me a gjë që ta në një sistem shtetëror, drejtësia është ajo që
matë, do me thënë që arrin të japi drejtësi dhe të eliminoj gjithë faktorët negativ që ndikojnë në një shoqëri, të shëndosh, mbi të gjitha. Korupcioni është një faktor që është, do me thënë, po rrjep shoqërinë shqiptare, do me thënë e ka masakruar, ndihet kudo dhe unë mendoj që nëse do të arrim që të japim kontributin tonë në parlament, edhe me reforma sigurisht, sepse nuk është se u bën një reformë, nuk do të thotë që s'ka reforma të tjera. Unë e shikoj që investimi i ke drejtësia, për mendimin tim, do akoma një investim tjetër. Nuk është i mjaftueshëm vetëm kaq. Për mendimin tim, për mua drejtësia dhe gjyqësori është ende i brisht. Ka mënyra se si... Duhet investim tjetër. Po mi pra, atje ku punon ti, ka korupcion? Në çdo vend ka korupcion. Atje ku punon ti, ka korupcion? Patjetër. Mund të ketë... Atje si lufton ti, që do luftosh për Unë aty nuk jam në autoritetin edhe në drejtësisë. Unë edhe nëse shikoj diçka, unë jam, do me thënë, pasa ai korupcion për mendimin tim është korupcion nga e keqja, sepse shqiptarët nuk kanë të ushqehen, do me thënë e dim gjithë ato 2.000 lekshat, 1.000 lekshat, ai nuk është korupcion i mirëfillt, ai vjen nga që njerëzit janë skamje. Rrogat janë fare të vogla, ai do të nxjerrë bukën për të ngrënë. Pyetja kam unë është për taksat, për shembull. Po. Ç'mendoni ju për sistemin e taksave? Doktori thotë t'i ulim shumë taksat. Atëherë, Dikur Lindi tha duhet ngritur një taksa. si jam dakord as me Ju Arlindin, si mendoni as me doktorin. taksave? As me Arlindin, as me doktorin nuk jam dakord, sepse ngritja e taksave sigurisht që bën efekt të kundërt të shoqërisë, se njerëzit mundohen ta fshehin. Ulja e taksave dhe nga ana tjetër thua që unë do ngre pensionet, s'ka kuptim se ku do të gjesh lekët të ngresh pensionet. Unë mendoj se taksat që ne kemi nuk është se janë as të larta as të ulta, por ka vetëm një problem. Ka drejtësi. Nuk ka drejtësi në shpërndarjen e barrës tatimore në Shqipëri. Pra, një profesor, unë nëse bëj një orë mësimi, unë tatohem 4 herë sot. Tatohem si profesore, si pedagoge, si avokate, si sekretare partije, pra unë paguaj 4 herë, 5 herë sigurime shëndetësore, dakord? Edhe shëndetësore. Edhe suplementare tjere. Tani, çfarë ndodh i nderuar? Ne nuk kemi për ngritjen e, si ne jemi për ngritjen e taksave. Ne jemi për shpërndarjen e barrës tatimore. Kjo do të thotë, unë si pedagoge mos paguajm 23% për orën e mësimit më tepër, dhe ti si biznesmen i fuqishëm të paguash 8% për dividendin. Ai që është në një hotel luksoz, mos paguaj të vëshën 6%, dhe ti si pensionist për bukën paguash të vëshën 20%. Pra ne duam shpërndarje më të drejtë barrës tatimore. Nuk kemi as për njërin as për tjetrën, dhe të mbledhim tatim taksat sepse thuhet që 50% thuhet, nuk mblidhen. Pra evazioni fiskal për mua nuk është 50%, për mua është 100%, pra në qoftë se buxheti ju në vjet ka qenë afërsisht 6 miliardë, si vjet thuhet do vej 8, për mua është mbi 10-12 miliardë që është duhet ishte, pra që është evazioni. Dhe në këtë rast, ti po mlodhe taksat, do çosh edhe lekët e pensionistët, se po si mlodhe ku do t'i çosh. Do të jeni dakord me dramën për taksat si çika? Ne jemi dakord vetëm ne duam të bëjmë për mendimin tim më efikase është taksa e sheshtë. Pra në qoftë se ti vendos tatim. Jo për ulje. Ai thotë ta ulim, në qoftë se ti ke për shembull kjo për mua është elektorale më tepër. Nuk ka shesh për Jo, një sekond. Taksa sheshtë për kategori për shumë të rrogtarëve, për mendimin tim është shumë efikase. Dakord? Edhe për rrogtarët. Në qoftë se ti e vë 10 apo 50% është më e lehtë për tu mbledhur dhe për tu kalkuluar, dakord? Edhe nuk bëjnë edhe, por në qoftë se ti pasandaj fillon kjo është 10, kjo 15, kjo 23, kjo 25, aty pastaj fillojnë të gjithë bizneset e mëdha deklarohen bizneset vogla dhe të mesme, fillojnë bëjnë evazion fiskal e tjerë. Dhe e dikush problemi që e kena vrejt ne? Problemi është se biznesi paguan dhe mban buxhetin e shtetit vetëm 5%. 95% e buxhetit të shtetit Shqipëri mbahet pikërisht nga konsumi, nga rrogtarët dhe nga njerëzit që janë shtresa në nevojë. Dhe në raport me vendet e tjera, TVSH-ja tek ne është askund me atë që mban bota. Tatim fitimi i biznesit është askund me atë që mban bota. Elena, tani jo këtë. Po. Tani unë kam një pyetje që do t'ja bëj të gjithë të ftuarve që do vinë këtu për punë të programeve të elektorale që kanë edhe për zgjedhjet. Tani, njeri moment është më i miri që ju fituat. Edhe vojtë shkuat në parlament, bashkë me Ertanin, edhe po t'ju mbledhës tani për Tiranën, 37 ka këtu, po dalin 370, po të menit gjithë ju, deputet. Por, e para është që fituat. Dhe bravo i qoftë, urime, do të themi ne edhe gjithë. Po s'morët asin, Elena.
Çfarë do t'ju thoni njerëzve? Absolutisht. Më falni. Unë do pranoj. Është edhe një pastaj përpjekje, është një përpjekje kot pastaj, se njeriu vrapon, po ku vete o njeri? Dakord. Në qoftë se s'marrim asgjë, ne do të pranojmë rezultatin e popullit shqiptar edhe absolutisht. Nuk kemi si partitë e tjera që thonë mi vodhën, ti vodha, jo. Kjo për mendimin tim, dakord jam që këtu ka buzë. Elena nuk do thotë që më kanë vjedhë votat, jo, absolutisht. Një gjë ka, dëgjoj, një ylli, më falë që tash, yllin emër, zoti Rakit. Jo, thua qatë mylli mire e qoftë se populli të donë sa do të vjedhin këta, populli të voton masivisht. Dakord, po të doj populli. Në qoftë se populli nuk të donë, do të votoj pak, apo normal që pas e s'ke qa justifikon. Unë po të them, shkruan mirë për ty. E di që shkruan mirë dhe unë i du, sepse kem 20 vjet i bardhënje. Më mori në telefon, kush më mori dhe ze bushatim, ta mua mirë, mua s'më të tha, po Elenin, po Zefi është në partinë tënde? Jo, s'është e partinë, na mbështet. Mbështet, se më tha mua, si ka mundësita, i thesh unë, po do vijë të unë, Elena, i thesh unë i kam dhënë fjallën, gjitha do të bisedojmë, si që biseduam. Edhe me njerëzit u kam i bardhënje të gjatë. Ti nuk do të thuar që votat të votën. Shiko, mua më duket, ta thash edhe njëherë, më duket, do më thënë, në qoftë se populli të doa i të voton masivisht, ajsa sa do të vjedhi pala tjetër, do të mbetet diçka që ti të fitosh, dakord? Kështu që nuk ka justifikim për mendimin tim. Për mua 35 vjet të dyja palët, kur kanë humbur, kanë thënë mi vodhën. Asnjëherë nuk ka thënë, unë dal dhe marr përsipër që nuk më ka votu populli. Po bra, kaq. Pse duhet jemi qenë? Duhet japim edhe një model tjetër qytetarie, sepse nuk kemi dhënë një model qytetarie edhe përballë njerëzve. Artan tani ti fitove, po themi për një moment dhe dole aty deputetet, gjitha do veshësh kostumin, gjitha këto kravatat, si që i vëmë ne që vitim emision, se sot nuk i ke vend ti, mirë ke bërë, ka sportiv se edhe në fushatë. Tani po fitove tani, do ktheheshte puna atje dhe se është edhe punë Pa është në punë. Shikoj nderuar. Këtë është qatëse? Avokat, a ishme me të rregullt, me nipt me të gjithë, me licencë, nuk është edhe unë jam me nipt dhe me licencë i avokatës, sa roba ta them. Ne nuk po kryem një parti. Ne punojmë 3-4 punë. Avokate është edhe... Ne duam që avash ta ndërtojmë këtë parti. Dhe 1 sekundë, Ylli, unë Shqipëri... Edhe gazetarja që kemi ne, që punon gazetare, edhe Klodera është... Zoti Rakipi, është juriste dhe... ne që jemi njerëz të ndershëm, punojmë 3-4 punë. Jam në rregull me legjislacionin tatimor për këtë pjesë, nuk ka asnjë problemi. Nuk fitove, zotri. Po i nderuar, atëherë ideja është këtu. Çfarë i thua popullit? Aleanca Kombëtare Shqiptare nuk është një parti që është krijuar për këto zgjedhje. E para një kjo. Është për perspektivë. Ne do të vazhdojmë, do të kontribuojmë, sido që të shkoj puna. Dhe duke antarësuar persona të ri që kanë integritet, mendojmë që kanë vlera, në themel të kësaj partije mendojmë që kanë vlera. Është humanizmi, duhet jenë dhe vlerat njerëzore. Po është dhe aspekti atë dashurisë dhe atë detarizmit. Një njeri duhet ta ndijë atë që do të kontribuoj, sepse unë nuk ta marrësh në aspektin në kështu, nuk është se kam në interes të vetë deputetet marr rrogën e deputetit, se unë jam ndër avokatët më të paguar Republikën e Shqipërisë. Dota ju nuk e dini? Avokatët the. Jo, mund të informoni. Kjo të ka dëmtuar pak, kjo që të kanë bërë ata që ka qenë roje. Nuk e kam problem. Ti e disa e ke përdorur fjalën avokato. Tani unë të thash me qëllim këtë gjë. Me të gjuar ta, unë nuk e kam problem. Falë më falë. Je intimiduar aq shumë. Ne punojmë a 3-4 punë, por nuk do kështu. Nuk e kam problem më burrë. Po shturme, po ju ky ishin shoqëria jon. Shoqëria jon. Kam se ti intimidon, nuk ka asnjë lloj gjë. Ajo deri dhe mediat janë bullizuese këtu te neve, dakor? Dhe unë ndjej këta. Po për si vetëm për median time. Dakor, ju si jeni, po janë me të qëllimshme. Dëgjoni, kemi ngrit një sistem ku të punosh është turp, por të vjedhësh je i respektuar. Kjo duhet marri fund. Ju lutem, Abilekaj Tela dhe unë t'i kërkoj Kosaqit në fund një për popullatën t'i thotë. Tani, diçka që kisha unë. Zakonisht, gjitha këto partitë e reja që kanë hyrë në garë, ne dëgjojmë që të artikulojnë do luftojmë korrupsionin. Jemi për taksën e shesh, do rrisim pensionet, do sigurim të ardhmë. Edhe taksën shesh? Janë teza që i kanë të gjitha partitë. Tani, sipas mendimit tim, një parti e re identifikohet ndoshta vetëm nga një tokë fjalësh që do përdorin fushat. Ju si parti, për shumë mund të hynit nga garë me idenë që ne do hymë dhe nëse do kemi mundësi, kemi pjesë e qeverisë, atë kushtëzojmë diçka, do rishkrymë historinë. Ose nëse unë do të pyes sot, me që në 7 prilli, si pas jush,
Ishte Abbas Kupi që drejtonte rezistencën ndaj Italisë, apo ishte Mujo Ulçinaku që luftonte? Pra, në këtë këndvështrim, ju duhet keni një tezë të vetme me cilën do boni për vete publiku, se po morët me korupcionin, me taksa që përndani a i shtum. Do t'i kthejmë Shqipërinë shqiptarve, sepse Shqipëria deri tani është pronë e një grushti njerëzish të lidhur me politikën, biznesin, pronarët e medjave, ndoshta dhe bandat. Kjo është Shqipëria sotshme. Dhe gjithë teatri i madh, është shumë e ngushtë, por po që në brendësi ti e kupton shumë mirë. Shqipëria nuk është pronë e shqiptarëve. Shqipëria është prona e grupit njerëzish. Ka një gjë që kjo nuk e thot. Po pra. Kjo duhet t'ja themi ne. Eleni dhe zotëria që kemi thirrur ne këtu janë njerëz të ndershëm. Këtu jemi të po e diskutojmë ne. Por janë dy njerëz të cilët nësë po e vend dyshim të gjë. Duar në këtë vend për të bërë gjitha dhe kjo. Edhe në pozicionet që kene qenë, kena punu me ndërshmëri më të madhe të mësot. Unë e besoj këtë gjë dhe ka dhe është... Po prap, ajo që tha ishte e përgjithshme, pra nuk ka një definicion, pra një test me cilën do merreni. Pra për shumë, do rishkruajmë historinë. Me qënë se ti e marrë me historinë të kohën. Po ne kemi 3 shtylla, ekonominë, sigurinë dhe arsimin. E kemi thënë tek 3 këto fjallë. Ekonomi e gjerë. Po nuk e ku ta kapësh më përpara, e dini se e kanë bërë këta gjithë sistemin, këto për pronën e kanë bërë një rëmu që duen 500 juristë merën me bëj inventarin, palet tjerat. Jo, unë temë për shembull që një nga tezat që më duke veçantë ishte kjo me federatës me Kosovën, krimi një konfederatën me Kosovën, ishte veçantë dhe interesante, dhe gjë shumë e guximshme. Po me 2-3 tezat tjera të guximshme, që kanë më shumë, kanë dhe interes të gjithë shtresat e popullsisë, të gjithë grupet e interesit, besoj që pastaj mund të ishni vërtet vëmendje dhe të keni rezultat shumë të mirë. Dhe jam dakord me edhe i thotë, duhen 2-3 teza shumë guximshme dhe shumë qarta, si kjo Konfederata me Kosovën, për shumë. Juridikisht është e pranueshme, ndërkombëtarisht. Pronave, nëse flesim për zgjidhjen e pronave, për shumë. Po, kemi një program për program të qartë. Po. Jo. Nëse më lejon për 2 minuta ta them programin e pronave. Dhe di ylli pësaj, po që kam fjallin që kjo është... A që thjeshtë është nga pikpamje juridike programi pronës. Sa unë e kam ndjekur historinë e pronës dhe njo nga pikpamje historike nga pikpamje juridike. Prona në problemi e di cili është ylli, a u dorëzuan 250.000-300.000 hektar tokë dhe ishin 80% e popullit pronar në 67-ën. Me në ligjin 7500 dhe ligjin e fermave, në qoftë se ti do t'i kishe kthyer këto 250.000-300.000 hektar tokë ish pronarve, shteti sot do kishte 300.000-400.000 hektar tokë në vetë. Por ç'a ndodhi? Me ligjin e fermave dhe me 7501 shteti humbi 300.000 hektar, sepse u ndan edhe 300.000 hektar të shtetit. A kuptoni çka ka ndodhur në Shqipëri? Dhe prandaj s'ka sot tani ish pronarët që janë 80%, ja një inventar, listë. Sa pronar kanë marrë tokë? Sa nuk kanë marrë tokë, ata që nuk kanë marrë tokë, ti si shtet do t'i kompensosh o me para, o me pronë. Po unë po t'a them që nuk janë shumë, ish pronarët që nuk kanë marrë pronë. Ata që ishin pronarë fare kanë... Unë për shumë s'ka marrë, më ta konte s'ka marrë asë që gjë. I kanë mbaruar tokat dhe kjo... Jo ka, shiko, po ky është problemi i këtij ligji. Dhe këto e komplikojnë kaq shumë, më shumë e thjeshtë, po s'din historinë brandaj. Të gre dhe një tezë, unë sipas pikpamjes time, më falni, atëherë, këtë pjesën e pronave, kjo është shumë komplekse, në fakt, nuk është gjë e thjeshtë kjo. Këtë unë mendoj që mund të bëhet edhe nëpërmjet një shtetëzimi, totale të rishpërndash, pasaj me një program të mirëfillt. Po kjo vetëm një Po të shkosh në 10 pikën 0. Prona këtu është bërë nami zi. Do me thënë, ajo do një shtetëzim të mirëfillt dhe një projekt, një program të mirëfillt rishpërndarje, në mënyrë proporcionale, por që vetëm shtetëzimi dhe një reform e re agrare, e mirëfillt, e mirë menduar, e mirë organizuar, mund të ndaj këtë. Zero që shumë e vështirë nga pikpamja juridike. Jo, unë jam për një Junta në Greqi. Ishte thjesht një opinion, nuk është... Jo, Junta në Greqi e bëri shumë mirë këtë që duhet i më. Po duhet një... Prona është sagatuar, është sagatuar në Shqipëri. Jemi për veting të pronës, pik. Inventar të gjithë pronës të ndarë me 7501 Mos me vetik të të prap këta. Inventar të gjithë pronës publike e cila është darë me vendimet gjyqësore të gjyqtarëve që cilët janë shkarkuar për vendimet të tyre të padrejta dhe i kanë marrë me 100 hektar tokë shtetit, dakor? Dhe jemi për veting, po, inventar të gjithë pronës, zotri do ngremi grup prej 100 veting për pronën ozës. Po, pra juristësh, të cilët do kontrollojnë të gjithë titujt e pronës. Unë jam më shumë me Artanin për të Shqipëria nuk zgjidh problemin e pronës. Nuk është e vetmja zgjidhje. Është një nga Ylli, është nga 3 shtyllat e liriu. Jetë liri pronë.
jo shtetësim. Është një opinion. Zonja Elena, po jo, po s'kemi. Për vetim, inventarizim. Atëre, është edhe çështja e konfiskimit pasurive që janë marrë në mënyrë pa drejtë. Edhe çështja e konfiskimit pasurive që janë vënë në mënyrë pa drejtë. Ti konfiskosh ti rish përndash. Janë një person me 20 apartamente. Ke njerëz pa shtëpi me qira, ke çifte të reja pa shtëpi me qira, ke persona me 100 apartamente, ku vjen këta njerëz? A ka mundësi ti kontrollosh zotëri? Si e kanë vënë të pasuri këta persona? Do thosh dy fjalë ti po sekonstrojnë mor zotëri, çojnë fondin e shtetit në fal. Tani ti ke dalë të votohesh. Këto 12 vitet e fundit, nëse mundesh ta thuash, ke votuar për qeverinë apo për opozitën? Tani, e para punës, njëherë nuk kam votuar fare. S'ka vajtër. Njëherë tjetër kam, do me se të mërzisin jetën këto, normal, vetë shkojnë, herën e fundit do shta. Njëherë ke vajtër për? Njëherë kam votu djathas, njëherë kam votu majtas, se këto dyja kanë qënë. Dakor? 3 herë dhe me thënë, njëherë majtas, njëherë djathas dhe njëherë i ka thënë... Tani, u bu ky grupimi, tani tu fatikisht, i kanë bërë kaq kështu sa një pjesë e njerëzve u shmërzit politika. Po njerëzit do të kuptojnë një. Artan, ti ke shkruar një votime? Politika është vendi ku merret vendime për të ardhmen e popullit, që do të thotë prona juaj varet nga ata. Tani se do të fjalë në fund tani se ti. Oj, ti që ke bërë si shtatanike. Ti je njëri shumë i rregull, o motër. Po e rregullt jam pra. Po shumë i rregullt je. Po flisja me... Po jeni 3 gazetarë këtu pra. Shumë sinqeritet. Atere, unë kam 12 vjet pa votuar. 12 vjet i s'ke vajtë. Jam... Të prerë të partë të veç të votosh vetën tënde? Do vete. është era parë që unë shikoj që më ka frymëzu disi kjo parti. Era parë që kemi një lider e femër në 120 vjetë shtetë. Unë kam 12 vjetë që nuk votoj dhe jam avokat, jam jurist. E di peshin që ka e drejta votës, një sistem dhe kam 12 vjetë nuk e jap bio votën. Zonja Kocaqi... Sepse s'jam i bindur, ku ta jap? Shumë qartë, faleminderit. Zonja Kocaqi shumë shkurt dhe qartë. Ti thuash popullatës, disa fjalë që ti do. Ti athosh këtu. Dhe popullat gjoj. Atëherë, ne jemi një parti e re, cila fatikisht vim nga njerëz që janë të ndershëm dhe që nuk kanë marrë pjesë dhe nuk kanë qenë kurrë në pushtet, nuk kanë vjedhur kurrë shqiptarët. E kemi pak të vështirë që të vim tek gjithë shqiptarët sepse nuk kemi aq mundësi financiare, por duke qenë se të paktën besueshmëria ime në mbrojtjen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve gjithë këto vite është e tillë në të paktën që njerëzit më njohin që unë historikisht e kam mbrojtur Shqipërinë dhe shqiptarët, mendoj që të na japi një mundësi në 11 maj që të jemi në parlament që të mbrojmë Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse shqiptarët duhet të kenë parasysh një gjë, që ne kur flasim këtu nuk kemi asgjë në vendimare, vendimarja është në parlament. Dhe prandaj në parlament, jo vetëm në rastin tim, por edhe te rasti partive të tjera, të lutem që brenda mundësive që ka lista e mbyllur, dakord? Të kenë mundësi të japin mundësi atyre njerëzve të ndershëm dhe të mirë që kanë edhe partitë e tjera, jo vetëm ne, me qëllim që ne të krijojmë një parlament cilësor, sepse aty do të merret vendimi për të ardhmen e Shqipërisë. Sot, nesër edhe për të ardhmen e fëmijëve tanë. Shpresoj që të na votojnë, ne jemi me numrin 7 në fletën e votimit, mjafton të votoni vetëm numri 7 partinë dhe kjo është e mjaftueshme për mos të ngatruar më sepse fleta është shumë e madhe dhe për mos ta bërë votën të pavlefshme pastaj. Edhe mund të shkohet aty të votohet për Elenën, sepse mund të qojnë edhe në vend fare të gabuar. Elena edhe mund të humbë nëse pas nesër, po nuk ishte në vendin e gabuar. Nuk e di tani, ju e dini, ajo ja u tha fjalët. Unë kishe... Jo, unë doja të edhe diçka, Julli, unë të falenderoj që na ke ftuar. Janë disa media të cilat sinqerisht na kanë bërë edhe një farë blokade, pak të mua personalisht, në fletën e votimit unë jam e vetmja femër dhe e kam ndjerë këtë, nuk e kam ndjerë përpara se që kam ndjerë tani, edhe se shpesh njerëzit më thonë pse nuk të shojmë tek emisioni ashtu siç kanë thënë ju edhe mua, edhe sinqerisht kjo më bën të ndihem shumë keq. Kjo ka bërë që edhe një pjesë e 25 shoqata të drejtave të njeriut dhe drejtave të grave kanë bërë dhe ato një farë proteste dhe kanë evidentuar këtë gjë. Pra, edhe kjo është ky edhe ky është një problem tjetër, kështu që njerëzit shpresoj të na kuptojnë. Edhe mund të stresin ata. Po, mirë, dakor. Edhe kur kanë ndonjë se mediat ne kështu i kemi. Ne kemi shkuar. Siç janë të gjitha gjërat në Shqipëri, janë dhe mediat Elena dhe tani unë ju uroj domethënë që ju të fitoni në zgjedhjet që po vinë në datën 11 maj. Do presim, jemi shumë afër.
Faleminderit që morët pjesë edhe në emisionin tonë. Faleminderit, dhe më falin qofse janë bërë një çik impulsiv. Jo. E bërë pak me Doreza, vetë Doreza... Sa të të rinjë? Kur foli për këta të rinjë të peti... Ishe impulsive, do vazhdojmë profilin tonë, po e fillut urësh. Arsan faleminderit shumë. Dakor, politika do që uroj të ti fitosh. përmbash disa limite. Ndërruar kolegë, faleminderit, ndërruar të shikues, ky ishte emisioni për më. Në sotme, disa pika folëm pjesën e parë, problemet në basi që kemi ne ditën, pjesën e dytë, që pati ishim me zonjën Elena, i cila do bëj përpjekjet e veta me partin që ka krijuar për të ndihmuar këtë vend, sado pak. Për ndihmë është ky vend tani, të gjithë do përpiqen të Japin kontributet, ta bëjnë të ndihmë, ta japin të ndihmë, se sa ky vend merr ndihmë, pastaj kjo është çështje tjetër. Faleminderit, natë e mirë.